Kryetari i partisë më të vogël të ftuar në takim erdhi i pari në presidencë të enjtën. Pas Ramush Haradinajt të Aleancës, erdhën edhe kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi, pastaj ai i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku. Ndërsa, me disa minuta vonesë, arriti kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Të gjithë doli t'i preste dera presidentja Vjosa Osmani. Brenda u ulën tokë në një tavolinë për të diskutuar për rreth 2 orë. Megjithatë, takimi nuk solli rezultat. Nuk besoj që ka dalë tim i bardhë, si shpëshijet, nuk përdi, apo shene që ka tëm në i kom. Përveç që nuk u morën vesh, Abdigjiku i LDK se kritikoi Kurtin e vetëvendosjes për qasjen ndaj ngërçit politik. As një propozim, as një lëvizje nga dëshirat partijake, pra mblodhem për të thënë gjëra që i dim. Kurti qej vetmi që nuk u deklarua, ndërsa Haradinaj e përsëriti qëndrimin se do ta votonte një kandidat unifikues e jo Albulena Haxhiun për kryetare të kuvendit. Në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet e kemi mirë prit këtë mundësi e pra të bisedesh me presidentin. Edhe vetë Niko Qiria, presidentja Osmani, tha se ka disponim minimal për marrëveshje, por që mund të rritet me kohë, pasi pritet të ketë edhe takime tjera të ngjashme. Kurse e përmendi mundësinë që ajo vetë t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre, megjithatë ne do të presim nëse ditët në vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike. Kjo situatë, sipas Osmanit, përveç çështjeve politike ka pasoja edhe ekonomike. Përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani rritjes BE-s, llogaritën diku afër 900 milion euro. Përveç 4 liderëve të partive të mëdha, Osmani u takua të enjtën edhe me krerët e partive të minoriteteve.